Ligji elektoral sot është të mërësisht penalizues për këta të 6. është të mërësisht penalizues, sepse kur ata nuk arrin të marrin votat që në shumatore bëjnë 10%. 10%, 6 dhe 90 mandate. 6% e flasin njerë, pasaj shkojnë mandate, se 6 dhe 90 mandate, unë nuk e di ku do bëhen, në qëvënd. Dhe me opinionin publik. Në cili qytet, se në qytet gjithmonë funksionon skema. Edhe përvajtë, në kukës ka qanë, përqindit do flasin. Ta dhe pres. Zoti Meqe, do më lejosh të mbaroj. Nuk e ke mbaruar. Së baron me zëma, ka legatë. Qka do të thotë? Qka do të thotë që përfundimisht, unë parashikoj futjen e 1 deri në 2 deputet nga 3 grupimet e mëdhaja që janë të vogla, 3, kaq, maksimumi 6 veta, që duhet dhe unë me optimizëm maksimal do t'i kërkoj atë ishim parlament, sepse në atë parlament duhet zëri protestës. Por ka një gjë që ngritja e teorisë zëris protestës... Ate, sa zore në analizën të në sa deputet? Maksimumi 6. Je grup parlamentar, nuk ka jepti. Vazhdoj. Si grup parlamentar ata? Ata i ka ma Ton Doshi për akademisë. Jo, i që Ton Doshi, qiko edhe njerë. I që Ton Doshi. Ton Doshi ka një... Jo, se Ton Doshi është tjetër gjë. Ton Doshi ka 2%, po i ka dhe një zoni që 20% pra ka vota direkt një zonë. Pra ishtë, për lerë Tiranë, mëse nuk merë vota në Tiranë. Po kujti ti? Po ta themu... Ka thë që da majë që se ke ndarë të rezultatën apo e më zodhe me kotë në pusatën. Gjithsesi, Tom Doshi ka një specifik në ndryshim nga gjithë ta. është me 2% shkallë kombëtar, por me aq përqind sa merr një deputet në zonën ku ai është. Mirë, drejt, dakor. Dhe atë do ta marrë.